Hotel Dugagjini, simboli mikpritjes dhe traditës në zemër të qytetit të Pejës, është një koqire asamblesë e përgjithshme të Federatës Ndërkombëtare të Alpinizmit dhe Bjeshkatarisë. Në këtë rast të veçantë, Hotel Dugagjini është shndruar në qendër të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ky organizim madhështor është dëshmi e besimit ndërkombëtar në profesionalizmin dhe standardet e larta që Hotel Dugagjini ofron prej vitësh. Është një nder shumë i madh për ne që ju besua dhe organizua në Hotel Dugagjinin, duke bërë Pejën dhe hotelin një qendër të mikpritjes për bashkëpunime ndërkombëtare. Kapaciteti i Hotel Dugagjinit është i mjaftueshëm për të organizuar ngjarje të tilla. Dua të cek që një rol shumë të rëndësishëm e luan stafi mrekullueshëm i Hotel Dugagjinit që na ndihmon në realizimin e eventeve të tilla. Kjo është një arritje e madhe, pasi është hera e parë që një federatë ndërkombëtare e nivelit më të lartë në fushën e sportit dhe alpinizmit zhvillon asamblenë e saj vjetore në Kosovë. Njëherët, kjo është hera e parë që Asambleja e Përgjithshme e Federatës Ndërkombëtare të Alpinizmit dhe Bjeshkatarisë mbahet në Ballkan. Me të vërtet po e shijojmë, organizimi është në nivel më të lartë, kështu që jemi shumë të kënaqur me mbarvajtjen e asamblesë. Hotel Dugagjini është perfekt, kapaciteti i dhomave, ushqimi është fenomenal. Dhe çka është më e rëndësishmja për këtë organizim të madh ku po marrin pjesë mbi 100 persona nga e mbar Evropa, hoteli ka kapacitet të mjaftueshëm të sallave për organizimin e mbledhjeve të ndryshme. Sot në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme, delegatët marrën pjesë në InfoSession dhe në pjesën e parë të Climate Change Summit, me diskutime mbi sfidat që ndryshimet klimatike sjellin për komunitetin e alpinizmit dhe ngjitjes sportive. Asambleja e Përgjithshme e Federatës Ndërkombëtare të Alpinizmit dhe Bjeshkatarisë mbyllet nesër mbrëmje me një gala mbrëmje të organizuar nga një koqiri.